Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush për të sjellur letrën e radhës. Sot do të ndaj me ju një rrëfim të tmerrshëm, një histori goxha të dhimbshme. Këtë historinë ma ka shkruar një grua, një zonjë e nderuar, e cila me lot në sy rrëfen dhimbjen edhe tmerrin që po përjeton çdo ditë në azil. Ajo shkruan letrën në këtë formë. Në dhomën time të vogël, në katin e 3 të azilit, nata bie më shpejt se dikur. Dritarja ime sheh nga një obor i heshtur ku disa pleq rinë ulur gjithë ditën duke parë portën, sikur janë duke pritur dikë që nuk vjen kurrë t'i merr. Edhe unë dikur e prisja atë portë me zemër që rihte fort. Por tani, vetëm e shikoj. Sot vendosa që të shkruaj. Ndoshta kjo letër nuk do të arri kur tek fëmijët e mi që ta dëgjojnë. Ndoshta do ta dëgjojnë vetëm njerëzit e tjerë dhe do të mbetet një letër në erë. Ose ndonjë infermiere që do ta gjej mbi tavolinë pasi unë të mos të jem më. Por unë dua t'ju flas edhe një herë. Jo si një nën që ju qorton, por si një zemër që është lodhur duke dashur. Bijët e mi, e vajzat e mia. 4 djem e 3 vajza që kam sjell në këtë botë. 7 herë kam dëgjuar të qara foshnjash në atë shtëpinë tonë të vogël me çati që pikon të shi. 7 herë kam haruar urinë time për t'ju ngopur juve. 7 herë kam falenderuar Zotin që më dha forcë të jem nën. Ju kujtohet ajo shtëpia pranë lumit? Dimrit ngrinim nga të ftohtit. Babai juaj çoi herët për në punë, ndërsa unë ndizja sobën me dru të lakur. Ty mos eshin muret, por unë qeshja që ju të mos kuptonit sa e vështirë ishte jeta. Kur nuk kishim bukë mjaftueshëm, unë ju thoja, kam ngrënë më herët, por nuk ishte e vërtet. Kam fjetur net të tëra pa ngrënë që ju të mos të flinit të uritur. Më kujtohet djali i madh